Mirë se ardhët në përballje podcast, unë jam Muhamet Hajrullah, mirë se ardhët në telegrafi.com. Vazhdojmë me serinë e podcastave të temave që kanë të bëjnë me ekonominë, me ato si çfarë po ndodh në tregun global, në geopolitik, në aspektin e tregjeve financiare dhe për të diskutuar më mirë se për këtë temë jemi me zotrin Emanuel Bajra, i cili është ekspert financiar i tregjeve financiare ndërkombëtare, por njëherët edhe kryesuesi i bordit të Trusit Pensional Kosovës. Manuel, mirë se po takojmë sërish. Për gjithmonë është kënaqësi, faleminderit. Kënaqësi gjithashtu me diskutu për tema të cilat jo shpesh i kemi në publikun e Kosovës. Unë e di që ti vazhdon me qenë aktiv dhe proaktiv edhe në rrjetet sociale, po edhe me shpjegimet tua. Dhe natyrisht përmes këtij diskutimi në këtë podcast, një bashkëbisedem, jo intervistë klasike, po flasim se çka po ndodh në aspektin ndërkombëtar, tunis prej absolutisht gjithçka është në fund ditës politike, geopolitika, por ka po shkon zhvillimi, planifikimet. Tash, pyetja natyrshëm për shkak që jemi në fund vitit, 2025. Nëse muj me rumbullaksu zoti Bajra 2025 në aspektin edhe geopolitik, por duke përfshirë edhe ekspertizën tonë, si po përfundon ky vit edhe në aspektin ndërkombëtar. Po, faleminderit, Muhamet, është kënaqësi gjithnjë të jem pjesë e intervistave tuaja dhe kërkimeve dhe gjurmimeve dhe interesimeve tuaja. Me të vërtetë është, si të themi, ky vit ka qenë edhe mbetet epokal në shumë dimensione. E para, natyrisht dimensioni geopolitik, me ardhjen e presidentit Trump në pushtet, patëm jo vetëm një ndryshim të administratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por patëm ndryshim edhe të doktrinës politike edhe doktrinës ekonomike. Dy aspekte shumë të rëndësishme. Aspekti politik për shkak se presidenti Trump fitoi me bileten ose me etiketën siç njihet në kolokularet politike të ndryshimit kulturor në Amerikë, e që ka implikacione në aspektin ekonomik për shkak se ai u lodh, siç e ka elaboruar shpesh, është lodhur, po amerikanët janë lodhur me këtë farë termin si njihet woke culture ose kultura e woke, kultura e një farë lloj rehatimi të një mase të popullsisë, ta zojmë akademikët, njerëzit më të pasur, njerëzit që kanë influencë në pushtet edhe politik bërje në Amerikë, të cilët e shtypën fjalën e lirë ose e shtypën mendimin e lirë. Okay. Për shembull, kemi dëgjuar shpesh shumë shkrimtar, shumë shkencëtar, shumë njerëz me autoritet të biznesit, të korporatave, janë nalë ose nuk janë leju të shprehen, janë cancel, si njihet me termin në anglisht. Edhe u kriju domethënë një masë madhe, sidomos me ardhjen e presidentit Biden në pushtet, u kriju një masë madhe e qetësimit të zërave në mënyrë artificiale. Pra, pat një farloj, si themi, një farloj nxitje brendshme që nuk e leju më shpërthy. Me ardhjen e Trump kjo shpërtheu. Kemi ardhjen e magës, një masë madhe të mbështetjes që ka presidenti Trump vjen pikërisht për njerëzve të cilët janë ndjerë të shtypur. Tashti është diskutabila, kanë qenë ata në opresion të shtypur, apo është vetëm pse ashtu ekosistemi amerikan funksionon, ashtu shoqëria amerikane dhe kultura amerikane funksionon. Me presidentin Trump, me ardhjen e tij, u çliru kjo. Shohim për shembull ndryshimet në politikat farmaceutike, në politikat për shëndetësi, me ardhjen e Robert Kennedy si ministri i shëndetësisë amerikane, i cili totalisht është duke çly këtë farë establishmentin e shkencës në mjeksi në Amerikë, që është më të vërtet është shumë interesante për shkak se mos harrojmë vitet 2014, 2015, 2016, Robert Kennedy ka qenë ai i cili në fakt ka predikuar që nuk duhet shumë të bazohemi në fakte edhe në ishte edhe vaksineri pandemia etj. Pra, kjo është vetëm një aspekt i asaj kulturës politike të brendshme amerikane që tashmë është ndruk. Ta njerëz janë në pushtet sot. Por si gjithnjë, kur ke një prezident, domethënë brenda një muajve, presidenti Trump ka nënshkruar mbi 100 urdhra ekzekutiv. Mbi 1000 janë nënshkruar deri me tani. Domethënë ka pas një farloj rafaliteti në aspektin e nënshkrimeve të urdhrave ekzekutive që i mundsoj Amerikës ta perceptoj veten si një vend që po ndryshon. Tashmë, çka po ndodh? Në aspektin geopolitik kjo po eksportohet. Për shembull, kemi presione ndaj establishmentit politik në Britani të Madhe që vjen direkt nga Amerika.
që nashta për ne në Kosovë dhe në rajon nuk është, si themi, një informate ashtu, po është informate dhe zhvillim shumë i rëndësishëm. Që dorën zamër është shihut, është po njerëzit që përcjellin politikën, politikën e jashtme në përgjithësi, pra kemi le themi kacafytje mes deklaratave të drejtë për drejta, madje edhe me kryetarin e Londrës, le themi. Yes, për shkak se vjen nga etniteti Pakistan ose komuniteti Pakistan që është musliman, po që është përkrahas edhe antar i Partisë Laboriste, por që ka qenë gjithnjë kundërshtar i presidentit Trump. Është pak personale, por përveç saj është më tepër kulturale, për shkak se mos harrojmë raporti i fundit i sigurisë kombëtare amerikane e citon që Evropa po rrezikon që në fakt ta shlyj civilizimin e vet. Domethënë shlyhet, transformohet, tjetërsohet në diçka që nuk është. Për shkak se thotë, ju keni problem shumë me migracionin, keni leju shumë njerëz. Që tha dhe zëvendës presidenti Amerikan J.D. Vance në konferencën më të madhe të Mënihut. Absolut. Më thonë, kjo është presion direkt për Evropën, për shkak se ka një tendencë të rikrishterëzimit të politikës perëndimore. Dhe më thonë, më u kthy tek ajo që mos harrojmë se Evropa është kriju në bazë të vlerave krishtera, për shembull atë që e promoton presidenti i Francës, çdo presidenti i Francës kur bllokon Turqinë për të futur në BE. Për shkak se ka këtu, domethënë, clashes of civilizations ose për plasje të civilizimeve. Trump dhe administrata e tij janë të iniciu këtë për shkak se për ta fituar zemrën ose është një farë shkolle e mendimit në administratën e presidentit Trump, edhe në disa ekspertë gjeopolitikës pro-trumpiane, edhe në disa anale evropiane, që mënyra më mirë për ta qarmatos, për ta zbut Putinin, është që gradualisht, jo ta ndjekim vijën e tij gjeopolitike, diplomatike, por t'i themi që ti mirë ki që krishtërimi është në rrezik këtu, për shkak se Putini në fakt është ai që e mban atë stafetën e krishtërimit në civilizimin perëndimor ose në civilizimin rus, për shembull, don rikthimin e perandërisë ruse, Rusin para cariste dhe cariste, natyrisht. Edhe kjo e pam në negociatat e fundit me Ukrainën, sepse Ukraina tashmë është ajo pikërisht ajo goditja më e madhe e boksit ose punchbag për rusit ashtu edhe për amerikanët. Pra, për të instiguar një farë lloj ndryshimi brenda Evropës së fjetur, duhet me pas presione të tilla. Por mos harrojmë, mbi gjitha unë jam më së i bindur, i shoh edhe trendet në mënyrën se si sillen investitorët, në mënyrën se si po alokohet kapitali, ku po shkon kapitali. E tëra është, domethënë, objektivi kryesor është që Evropa të përqahet, të fragmentohet si njësi e vetme tregtare. Është tregu më i madh në botë për 600 milion njerëzve më të pasur, domethënë konsumatorë më të pasur në botë janë evropianët. Për Amerikën kjo është një hise shumë e madhe, e lakmueshme, për shkak se u thyn këto konventat ndërkombëtar. Nuk ka më, ne akoma sot edhe në Kosovë besojmë asaj euroatlanticitetit, konceptit që zhvillimet ose integrimet euroatlantikat, ato kanë përfunduar me 20 janar të këtij viti. Tashmë jemi në një ekosistem ku duhet ketë vetëm një pushtet, duhet ketë vetëm një drejtim. A drejtim po don ta rimerr Amerika me dashje apo pa dashje. Por me kostën më të madhe për mua, kostën më të madhe që do ta paguaj në këtë rrugtim të rikthimit të Amerikës si domethënë fuqia, superfuqia vetëm në botë, është Evropa. Nuk i konvenon Amerikës një treg i përbashkët, një njësi evropiane. Që ka mund me pas një lloj konkurrence, që jo vetëm konkurrencë, po më ardh me të bëj dumping të krejt produkteve ty. Ti me ble Gjermania, me ble tash çfarë bën Gjermania, investon mbi $1 trilion brenda 10 vjetëve, me roman që ka ndodhur brenda 80 vjetëve. Para 80 vjetëve Gjermania ishte ajo ku është sot Rusia në kuptimin se si kemi perceptuar armiqt e civilizimit me nazistët në pushtet. Tashmë argumenti i administratës Trump është edhe i rusëve, që është bukur paradoksale, sikur rusit, ashtu edhe pjesëtar brenda administratës Trump kanë frikë rikthimin e Gjermanisë së fuqishme. E cila është të lëviz muajve të fundit, absolutisht shumë, edhe në aspektin le themi të investimeve,
në ushtri që s'ka ndodhur kurrë, për shkak të rrethonave të cilat I dim botërisht. Por Emanuel e lash të shpjegimi por që e nise saktë edhe po du shumë tema natyrshëm në këtë diskutim. A të kthejmë edhe pak, pra u trazun nga ardha e zotit Trump, rikthimi në krye të administratës amerikane, trazoi ujrat. Pra nuk është më një trajtshëm që shka qenë, nuk është e komoditeti, lëvizi gjithçka. Madje e pam liderët evropian për jetë parë të unifikuar që s'ka ndodhur kur në histori, për shkak që nuk e dishin se çfarë po ndodh. Relacionet me Kinën, relacionet me Ukrainën dhe Rusinë. Pastaj natyrshëm vim te ajo pyetja e famshme, ku jemi na në këtë relacion krejt, sepse mbi të gjitha neve na intereson çfarë po ndodh edhe në këtë aspektin e Ballkanit. Nëse marrim edhe krahasojmë 2025-ën, të cilat I shpjegove për publikun, çka pritet me ndodh në 2026-ën. Çka janë ato pritjet edhe në aspektin gjeopolitik të cilat natyrshëm se ndikojnë, por edhe në kjo ka të bëj pasaj edhe me ndikimin në ekonomi, në ndikimin në tregjet globale, financiare, në të cilat ti je prezent dhe po e shen se çfarë po ndodh. Absolut. Po, para se me dalë në pikën e pjesën e dytë pyetjes tande, Muhamet, kisha pas shef veç me thonë që ka aspekti I tregjeve globale financiare, kemi pas dhe me thonë 4 luhatje gjatë këtij viti. Edhe to luhatje kanë qenë bukur goditse për tregjet. Kanë qenë natyrisht kanë pas efekte edhe tek fondi pensional që unë jam bashk antar I bordit edhe kryesuesi I bordit, por që jemi në këtë, sidomos në këto 3 javë të fundit kemi pas një lloj rikthimi më pozitiv. Pa marrë parasysh që kemi pas luhatje të mëdha, kemi pas trazira, kemi pas pasiguri, e investitorët akoma po I qëndrojnë besnik aseteve të tyre. Edhe ka domethënë lajme pozitive, ka gjasa që brenda jave edhe kthimet për investitorët cilët kanë humb para, se ka pas zhvlerësim të paras në fillim vit kur patëm atë farranjen e madhe, mund kemi rikthim domethënë në territor pozitiv. Nëse mi përmend të 4 luhatjet. Po, absolut. E para ka qenë natyrisht e preku sektorin e tekut, për shkak se mos harrojmë gati 7% e indeksit amerikan është e ngarkuar me kompani teknologjike. I ki Meten, I ki Alphabetin, I ki Google, I ki Nvidia, I ki kompanitë e Elon Musk, I ki... Domethënë, e gjithë Silicon Valley aty është, domethënë. Edhe këto pat një farloj rënje të konfidencës investitorëve për shkak se erdhi inteligjenca artificiale. Gjithë ishin të bindur, e patëm ChatGPT, doli DeepSeek, që tronditi DeepSeek I kines, që tronditi tregun global, edhe filloi Silicon Valley të ndjehet, Kalifornia dhe Amerika të ndjehet që ka dalë siklet shumë I madh. Për shkak se kjo është tamam Sputniku, momenti I Sputnikut, në kohën në vitin 1958 kur rusët e çuan njerën e parë në orbit, domethënë ishte moment që zuri Amerikan, si themi kështu, në habitshëm. Edhe kjo krijoi një farloj sensit investitori mos harro, investitori me një herë reagon. Kur sheh DeepSeek u fut në treg, I tërheq paret prej tazojmë ChatGPT ose prej Nvidia, se ChatGPT nuk është akoma në indeks, edhe ajo para mbetet në bank diku. Mund mbetet në bank në Washington, në New York ose në Bruxelles ose Londër. Edhe çka ndodh me ato, ti si e hekat pare, stoku I qasaj kompanie që është tërheq pare, fillon konfidenca me ra, për shkak se ata duhet me shku te tregu, me thonë Mohamedi ka tërheq 100 milion sot, Emanueli ka me tërheq edhe 50 milion nesër, edhe kjo krijon një farloj. Domethënë, kjo krijon një farloj hutien mesin e investitorëve për shkak se ishte e pa pritur. Në anën tjetër, ishte edhe si themi viti I ri, shkurti, marsi, zakonisht historikisht sentimenti I investitorëve fillon të zbehet në fillim vit për shkak se thojmë, okay, një histori e njëjtë, por për shkak që kemi teknologjinë si tematikën kryesore sot në tregje që është e pa precedent ndonjëherë në historinë e tregjeve, në historinë e ekonomisë globale, mos harrojmë indekset përpara kanë qenë shumë më pak dinamike. Ka lëku sot paraja është transferuar mas një mujve, mas 2 muajve në stok për shembull. Ndërsa sot I kemi milisekonda. 35% e stokut që është me kapital e mbushme vjen për retail investitorët si kërne, njerëzit që nuk përfaqësojnë multimiliarda, po I kanë disa mijëra euro dojnë me investu. Ramand, kjo 38% është mas bukur madhe që ka ndodhur vetëm në këto 10 vitet e fundit. Pra kemi gradualisht për shkak se
kemi një kapital të ri, kemi para të re që është fut në treg, i ka vënë institucionet në pozicion shumë të vështirë. Unë e marr mend ne ashtu kur thëke një bosi imi në bankë, thëke çat moment kur e merr vesh që ai kputstari ose shoferi ose taksisti fillon me të fol për stoqe ose për tregjet, dije që dush me ek parat edhe më shumë investu diku tjetër. Edhe do të bëni zgjidhje. U kriju që është kriju, domethënë që kjo ekosferë. Tashti luhatjet zakonisht erdhen vijnë për një farë lloj presioni, brendshëm ose të jashtëm. Ishte presioni i brendshëm për shkak se tarifat krijuan një farë lloj mase të pasigurisë edhe frikës globalisht, gjithandaj për shkak se kur doli e kemi parasysh kur doli na shtini edhe neve në Kosovë me absolut, po, për shkak se na fakt nuk ishim në kryeti tuaj, Serbia ishte, që ishte ndjenjë mirë për disa momente, por edhe neve na ardhi randi, por besoj se ne pak e zuvonum me reagim, po erdhem deri diku te një pikë ku e gjetëm një farë lloj si themi një gjuhë të përbashkët. Por tarifat e krijuan atë sentimentin që edhe mos harro, në fakt Scott Bessent, ministri i financave amerikan, e ka thirrë çdo CEO, e ka thirrë çdo lider të biznesit amerikan, mbi 500 biznesmen mrena disa orëve përpara prononcimit të presidentit Trump, duke i thënë shikoni, mos keni frikë, rrini, qëndroni shtrëngushëm edhe fuqishëm edhe qëndrushëm para stokut amerikan, më zgaboni me na tradhu, për shkak se e din se po të dali, ta zëjmë, Obama po të kishte dalë me këtë, ose Biden është pak më nxehtë se më afër Trumpit, po presidenti Bush të kishte dalë, ose Bill Clinton kishin dalë ta kishin marrë një vendim të tillë, kjo do kishte shkatru krejt ekonominë amerikane. Do kishte totalisht sistemin bankar do kishte kolapsu, do kishte qenë më keq se sa 2008-2009. Por këta i kanë bo disa detyrat shtëpisë. Mos harrojmë se ministrët financave të Amerikës e kemi një hedge fund manager, një menaxher të fondeve të hibride, fondeve domethënë një financier, i cili e njeh çdo njeri të rëndësishëm në Wall Street, në Londër edhe në Evropë. Kështu që ka pas koordinim, por Kina atër dojke me si themi me qena gruzhda e Gjenevit që thojnë me përzi krejt me instigu konflikt, me instigu pasiguri, edhe arriti me një mas për shkak se gati 12% e stokut u zhvlerësu, stokut amerikan. Pa marrë parasysh që na ishim në pikë, nëse ti kishte i parën mars 2023 ose mars 2024, ti akoma e kon një 10% mbi. Pra, këto luhatjet krejt ishim kombinimi geopolitikës, kombinimi tarifës, kombinim i natyrisht tekut, stokut të tekut, por edhe perceptimit, për shkak se investitori zakonisht priret për një esenci, për shkak në FKP njemi ose trusti, ndjekemi nga një sens që e parashikoj, e kemi një farloj, si themi, suazët parashikimit, ku mund shkoj, a mund t'jetë gabim, mund t'jetë edhe korrekt, shumicën e kohës kemi qenë në vi, për shkak se geopolitika, po ta lejon ty një farloj, po ta jep disa hinte, po ta jep disa, si themi, disa shenja që shikoj që tu ka probleme, për shembull kur ish puna të investimet në defense, në mbrojtje, në kompani të mbrojtjeve, ose në investimet në ARI, domethënë ta jep një farë ashtu duhet me kalu pak kësko mu marrë me atë punë në mënyrë që me marrë një vendim që me investu aty për shembull. Edhe për investitorët gjithandaj botës është i njëjti sentimenti edhe si themi percepcioni se çka po ndodh, ka disa që njeken prej panikut. Evropianë për shembull fillon panikuan, përderisa biznesi edhe korporatat evropiane pa mundësi. Veç a do ndodh me tarifa dhe në të ardhmen do të ketë 2006 tash mu kthy tek tema jote, tek pyetja jote. 2006 do të jetë nxehtë. Për mendimin tim do të jetë nxehtë prap do të kemi ripërsëritje të 2025-s, por me terme pak më të nxehta. Pse e them më atë? Për shumë arsye. E para arsye është që presidenti Trump është shumë më konfident në pushtet tash. E ka konsolidu pushtetin. Fatkeqësisht tash e di se shumë komentatorë kanë shkruar në Facebook ose Messenger, "Ama pse po fol veç për Amerikën?" Po Amerika është superfuqi. Nëse hek Amerikën për ekuacionin, nuk ka kurrë tjetër aty. U do gjithçka është zbras. Kështu që çka do ndodh në shtëpinë e bardhë, në fakt do të ketë efekt në gjithandaj. Absolutisht. Një vendim për tarifat e dritë këtë votën. Pra kush? Amerika. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Jo
jo sensi pro-amerikan, anti-amerikan, ato janë folklorizma, po duhet jemi shumë pragmatik edhe ta ndjekim datën edhe informacionin. Për shkak se ka informacione të bollshme. Do të jetë presidenti Trump do të jetë shumë më konfident. E para, e dyta, i kemi midterms në nëntor të vitit të ardhshëm, që është bukur një kohë e shkurt për Amerikën, por e gjatë për procesin politik. Edhe çka do ndodh? Dy gjëra do ndodhin këtu. Ose presidenti Trump duhet të ashpërsoj politikën tarifore me botën, për shkak se nuk është i kënaqur, mos harro se Kina ka suficient për $1 triliard me botën. 1 triliard ka ma shumë pare përderisa Evropa, Amerika janë në deficit. Ajo duhet adresohet, e para. E dyta, e kemi rastin e fundit me Venezuelën, për shembull. Venezuela ka rezervat naftës në botë. Presidenti Amerikan po don që për galon Amerikanët mos paguajnë më shumë se $1.5 $2. Momentalisht është 4-5. Kjo është, domethënë, levë shumë e fuqishme që jep pushtet tepër shumë. Edhe nëntor, pastaj i rikthehet. Absolut, edhe thot, po shihet, okay. Historikisht edhe në mënyrë mos harro se njerëzit kyç që i kanë në zyrën e statistikave, si edhe në Fed që do vi në maj, guvernatori i Bankës Qendrore Amerikane, do të jenë njerëz të tij. Edhe në zyrën e statistikave kemi pa kohëve të fundit, për shembull, normat e interesit në mënyrë artificiale janë reduktu, pa marrë parasysh që ata nuk e thojnë. Po faktet, edhe historia tregon që Amerika nuk duhet me reduktu normat momentalisht, për shkak se papunësia është duke u rrit, edhe nuk ka aq konfidencë kështu natyrale na folëm për katalogati që i patëm. Se më pas tash normë të tjerë reduktim të normës së ndaj. Po ndjeket presidenti Erdogan ose politika e presidentit Erdogan, por me stilin, me modelin amerikan. Kështu që ardhja e një guvernatori amerikan pro-Trump e para dhe zyra statistikave që e menaxhon vet administrata, vet shtëpia e bardh, i mundson atij, shiko për shembull e kemi këtë $1.776 që çdo veteran i ushtrisë amerikane do ta marr prej këtij muaji. 1776 është viti i pavarësisë Amerikës nga Britania e Madhe. Domethënë simbolik vitin e ardhshëm do të jetë domethënë është 200 vjetori i pavarësisë Amerikës, përderisa në anën tjetër ky do të stimuloj, duhet me bë diçka që njerëzit ne thon maga, mbështetësit e tij me thon bravo zoti president, arrit tarifat, arrit me i rrit eksportet, tash ti na ndjehemi shumë sepse mos harrojmë është ajo proverbi i presidentit Reagan që e ka përdorur dhe Tony Blair e përdor shpesh në vitet 90 vitet 2000, a jeni sot më të pasur se sa dje? Kur ishin ata tjerë në pushtet, a jeni ju sot më të pasur? A ndjeni pak më xhep më të mbushur? Kjo është pyetje esenciale për shkak se fundit në Amerikë ashtu funksionon, por edhe në Evropë. Po, është mirëqenia, është materializmi, absolut. Kështu që ai sensi, domethënë, ky duhet ta adresoj atë e para. E dyta, nevojitet një farlloj instigimi i një farlloj konflikti ndërkombëtar. Për shkak se nëse Amerika, pse kemi shtyrje të futis në Venezuelë, pse nuk mundet Amerika Maduro me heq me 24 orëve, shumë lehtë. Duhet mu përdor si levë, për shkak se levë fuqishme, ti merr me çfarë do ndodhin. Dy gjëra do ndodhin me Venezuelën. E para Maduro do vije, e dyta Venezuela me kryetarin e opozitës që është pro presidentit Trump që morri edhe çmimin Nobel do jetë në pushtet. E treta brenda të parës, përveç që iku një diktator, do çlirohet, se mos harroj se Venezuela është në sanksione mbi 10 vite nga Amerika. Merë masën e madhe të naftës që do futet në treg, që do na efektoj edhe neve, për shkak se edhe diesel, edhe nafta, edhe gas, gjitha do të bien. Okej. Në anën tjetër do godas Putinin shumë, edhe të ardhurat e Putinit. Një aleat që e ka aty. Një sot gjysmë aleati ose gjysmë, si themi, përshkruesi të vijës së re të pushtetit global. Edhe në anën tjetër e liron naftën në Amerikë që është shumë e rëndësishme, është ushqimi kryesor për ekonominë amerikane. Pra do të përdoret Venezuela deri në një moment kur presidenti Trump e shen. Edhe absolut është konstatacioni tjetër është dollari vi të tjerat, valutë të tjera. Tash të gjithë e dim edhe për shumë unë nashta jam bodhe tepër me real sa më ashtu. Po, dhe të shpjegojmë shumë dollari versus euro, por edhe të funta dhe të gjitha tjera. Kushi i vlerë valutave tjera për shkak se Amerikës i konvenon edhe një vit, ndoshta 2, ndoshta këtë ky mandat do të jetë mandat i zhvlerësimit të dollarit, rritjes së vlerës së arit, mos harrojmë se shumë
entitetet të fuqishme financiare, Goldman, Morgan Stanley, JP, parashikojnë që vlera e arit do shkojë mbi $6,000 për njësi, momentalisht jemi në 4.4, 4.5. Edhe kjo po ja mundson, mos harrojmë, Muhamet është edhe një element tjetër që po shihet ashqyqare, po duhet pakës me hip ma thellë, edhe me të diskutu me njerëz që janë shumë të mbi ngarku me metalin e çmuar arin, janë të bindun që kjo është një farloj kurthi që Amerika është duke a bërë Kinës. Mos harrojmë, Kina momentalisht është mas shumë të ekstraktu ari. Në Angola edhe në Ghana, Kina i dominon minierat. Kina e merë, dhe më thonë ashtu, të pa përpunume. Arin e përpunon, një pjesë e paraqet ose e dorëzon në Zvicër, një pjesë në Londër, edhe shumicën e rezerves e man në Kinë vetë. Kjo është një farloj kurthi që Amerika po ja bën për shkak se sentimenti është që ka me pas rritje të vlerës së arit, në rregull thot Amerika. Ta lejojmë për shkak se mos harrojmë, historikisht, sikur se presidenti Nixon, sikur se presidenti Jackson, historikisht Amerika e ka urrejt arin, sepse ka pas dollarin e arin paritet. 70-ën Nixon e heqi dollarin prej paritetit, prej asaj momenti deri më sot ala kemi luhati prej atij momenti. Çka ndodh? Ari i posedum për Kinës do të thotë që Kina i ka hedge, dhe më thonë, kretë pozicionet e dheta, geopolitike, me pa kështu mënyrë thjesht, i ka në hedge në ari. Që është rrezik shumë i madh për Kinën, për shkak se e përdor arin si rezervë për këmbime tregtare, por po ashtu e përdor si sentiment të investitorët evropian. Shiko që po bën me Francën për shembull, është i tërheq investimet franceze, është të tërheq edhe dijenin gjermane, pa marrë parasysh që si demi ka vjell krejt IP-n për në këto 10 vitet e fundit, prej veturave elektrike deri te bateritë, te teknologjia hapësinore. Që shpon kom na që Evropa po na merr në Ballkan, tash Evropa po Evropa është duke u zbraz në kuptimin e kuadrove. Po dhe sa që shto thonë. Edhe IPs, absolut, domethënë po shpëndohen në global me Gjerman, sidomos. Po, Gjerman tash janë të përjetu me kinezët. Për shkak se Kina është sentimentin i Kinës është që hajde ne investoni këtu, harroni ideologjinë komuniste, na jemi vetëm në emën aty, po mund bëni çka doni, sidomos gjermanët e francezët. Po, kjo është politikë kineze për shkak se don me pa fragmentarizuar këtë farë transatlanticitetin që e njohim ne që folëm më herët. Pra, jemi në një pikë ku viti i jashtëm do të jetë shumë më i nxehtë, unë po mendoj, për tek ne ndoshta mund të hapim më shumë, mund të elaborojmë më shumë, po deshta të shtoj edhe këtë farë çështjen e shtypjes paras. Momentalisht janë dy terme, është QT, QT dhe QE. Quantitative tightening ose quantitative easing. Tightening është kur e shtrëngon masën e shtypjes paras, për shkak se mos harrojmë. Mohamed, mënyra se si funksionon sistemi bankar në Amerikë është bukur unik. Edhe në Evropë, deri diku në Londër na kemi të njëjtë si në Amerikë, për shkak se jemi gati sinkronizuar në këtë aspekt. Bankat çdo natë raportojnë te bankat qendrore, bankat komerciale dhe private, te bankat qendrore amerikane, thotë për sot kaç qenë tregu, jemi në fitem ose në humbje, për nesër na vyn ta zojmë 20 miliard, për shkak se ato para duhen më dhon kredi. Mos harrojmë se është masë e madhe e kredidhënies që japet, edhe sistemi financiar frymon bazën e kredimarrjes. Edhe ato para nuk merren prej Muhamedit, Emanueli ose të dikush tjetër, krijohet para e re me shtypjen e një butoni në Bankën Qendrore Amerikane. Edhe kjo e efekton vlerën e dollarit, kashi jenit, kashi euros, kashi. Domethënë është një farë dinamike që ndodh. Momentalisht çdo kërkesë që është bërë prej bankave komerciale te Fedi janë përdorur rezervat e Fedit. Nuk është shtyp parare, për shkak se presidenti Trump e ka ndalu shtypjen e paras. Për shkak se historikisht republikanët nuk besojnë në shtypje të paras. Më shumë socialistët ose socialdemokratët ose demokratët, për shkak se është ajo ideologjia që na i themi në anglisht për shembull nuk i gjejmë parat në pemë. Ato nuk vinë pi pemës, nuk nuk dalin. Ato duhet më fitu diqysh, duhet më mekanizua e kapital për më fitu. Kështu që aja e ndali, por tash pishe presidenti Trump që
kjo është bukur problematike nëse vazhdon shtrëngimi i parës, për shkak se ke edhe rritje të inflacionit që paradoksalisht nuk duhet me ndodhë, sepse kur ki ma shumë pare, është një farë lloj, është kriju një farë ekuilibër. Tashti ky don në vitin 2026 me ndryshua pikë, që për shkak se tham, janë midtermet, ka me qenë shpërndar shumë, absolut ka nevojë shumë. Nashta na si Kosovë do të jemi vëmendja 4 ose 5 në listë akoma prapse fatkeqësisht ose fatmirësisht. Nashta ma vjen këtë fakt në këto ujrat e trazuara në shumë rrethana. Shpesh në aspektin gjeopolitik diskutohet a do të jemi në ato tavolinat apo do të vinë në radha kur qetësohen pak situata edhe në këto marrëveshjet e fundit ku presidenti Trump kishte një rol jashtëzakonshëm në shumë shtete se në lindjet mesme dhe në shumë vende tjera, tek luftrat. Ndalemi te Emanuel, për na shkon jashtëzakonisht në diskutim interesant, për na shkon shumë koha, folim për 2025-ën, fundin, si po përfundon, që ka ndodhi, e analizum 4 lohatjet që po ndodhen në tregjet financiare globale, tarifat, diskutum që janë pritjet për 2026-ën, po du me përfundu të pjesa natyrshëm te trusti pensional i Kosovës, një temë që na prek të gjithë neve qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët kemi mjete financiare në trust të tregjet globale, që po ndodh me parat tona në trust, përveç sigurisë, lohateve që po ndodhin në tregje, tash pritet zakonisht trusti del në fund vet me analiza vjetore. Absolut. Edhe ajo pyetja që është kryesore, shpesh që diskutohet me shumë të drejtë në Kosovë. Domethënë, tërheqja e mjeteve financiare e para, dhe e dyta është shpesh po diskutohet, sidomos gjatë zgjedhjeve Emanuel, është pse mjetet financiare të trustit, pra investohen globalisht, por nuk ka mundësi që ato të investohen në Kosovë. Unë i bona një 2-3 pyetje për me mujti më në arrumullak. Fillojmë prej të fundit, Muhamet, faleminderit shumë. Besoj është shumë më rëndësishme për shkak se gjithnjë para angazhimit tim në trust, me vite, unë edhe kam qenë kritik, por kam qenë, se temi, mundu me dhënë një falloj kontributi me ide ndryshme në lidhje me këtë qasin e fundit, për ka aspekti i kthimit kapitalit të trustit, kapitalit të investum të trustit në tregjet financiare për në Kosovë. Shumë kisha pas qef, natyrisht, kush nuk ka qef me e pasuru këtë vend, me kriju mundësi të reja për bizneset tona, për ndërmarrësit tonë, për ekonominë tonë, për ka prodhimi, ka eksportet, por për ka inovacioni, për ka investimet në teknologji që kemi nevojë, sepse kemi infrastrukturë, absolutisht, kemi kuadër super tough. Dhe është Kosova shembull për rajonin. Është potencial qaq i mirë që këtu mund injektu një masë madhe e kapitalit, por janë dy çështje këtu. E para, është lehtë me mendu edhe me ideologjizu këtë si procesi që diçka që duhet. Kur nuk e ki infrastrukturën në vend. Tashti ti nëse i kthen prej 3.5 miliard eurove që i kemi të investuar në një pjesë të madhe, 70-80% është investuar në tregjet financiare. Nëse do ta kishim bërë këtë punë para 3-4 vjetëve, na ndoshta kthimin do ta kishim shumë më të vogël që e kemi prej sot për shembull. Apo pa marrë parasysh se nuk është në një kthim që unë personalisht nuk jam shumë i kënaqur, për shkak se mos harrojmë se fondi pensional i Kosovës i ka dhe disa kufizime ligjore, edhe na nuk futemi për shembull në fondet që nuk janë të indeksume ndërkombëtarisht, nuk futemi në fondet të cilat e rrezikojnë kontributdhënësin dhe kontributësin tonë. Pra na përpara se me çfarë do lloj ndryshimi në këtë drejtim, siç po e bën Britania e Madhe me fondet e saj pensionale, siç po e bën Amerika duke i thënë fondeve pensionale, hajde ktheuni tash të investoni në stokun amerikan. Njëjtë në Angli, hajde ktheuni se në Angli për shembull është mbi 4 trilion funta janë të investume jashtë. Domethënë pak më shumë se sa. Pra i thon hajde kthehuni në tregun tonë për shkak se ka nevojë për likuiditet. Sepse çka bën? E çito bëna pyetje, a mujm në të ardhmen që kjo më ndryshuar? Ne di që me ligjin e ekziston nuk mundet kjo më ndodh. Nuk mund të më ndodh, është te aspekti politik, pra kuvendi që duhet të plotësojë. Duhet iniciativë qeveritare, gjithsesi, duhet iniciativë qeveritare, por unë po mendoj që duhet edhe një farë lloj konsensusi politik mbar politik. Pa marrë parasysh kush do të jetë në pushtet, do ta ketë shumicën. Po që është afatgjate, nuk është. Kjo duhet, nuk kemi edhe shumë kohë. Afatgjate, po na duhet me afatgjate, me prit na tash desa ta bëjmë vendimin. Absolut, na duhet me vepru shumë shpejt në mënyrë që
ti bëjmë 2-3 gjëra. E para, shpesh jam bo i tepër të përmend fondi sovran për shembull, ka qenë kjo pjesë e procesit të konsolidimit të entiteteve financiare në Kosovë. Krijimi i fondit sovran, krijimi i ligjit për tregjet e kapitalit, që është çelësi kryesor për këtë gjë. Edhe treta, këto dyja, Muhamet ta bin ty në mënyrë natyrale, automatike ta bin bursën e Kosovës. Ti nuk mundesh mi pru miliardat prej investimeve trusit jashtë mi kthy në Kosovë kur nuk ki mekanizëm që ta menaxhon këtë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Edhe na pa kriju tregun e kapitalit, infrastrukturor, bursën e Kosovës, ne nuk, edhe unë nuk kisha rekomanduar me bën një gjë të tillë, për shkak se na duhet me pas e para, përveç që duhet me pas infrastrukturë me bursën edhe me tregun e kapitalit, duhet me pas edhe kuadër jo politik, njerëz që drejtojnë procesin në mënyrë më pragmatike profesionale, për shkak se kur i ki ta zëjmë edhe 5 vjet e krijon bursën e Kosovës, i ki si që kemi S&P 500 në Amerikë, e ki kos 100 në Kosovë. 100 kompanit që janë të luftu për me konkuru në indeksin e Kosovës, ato duhet mbështeten me kapital. Qasja për këto kompani në kapital duhet jetë e lirë, vanë se të shkojnë këto tek bankat, se bankat sot për shembull janë fry. Bankat janë bosi, ne i themi me një term fat cats. Masat e trasha, domethënë asgjë nuk është do bëu me atë kapital. Ti për shembull merr kredi, pagun 6% në kamat, përderisa nëse depoziton, kthimin e ki 1.2-3 hajt diku mundesh me marrë 3-4%. Ka një diskrepancë madhe. Veç pe kuptoj, pse bona pyetjen e Manuel është me kuptu për publikun, pse s'po ndodh që kjo që diskutohet shpesh herë në tavolina të ndryshme, a mund të kthejmë parat e kontributit të Kosovës? Ta zojmë një skenar, Muhamet, një skenar. Nëse i marrim 3.5 miliard i kthejmë në Kosovë, edhe këto shkojnë kuferet ose në thesarin e shtetit. A është mënyra më e mirë që thesari i shtetit me ta distribuo ty kapitalin për rritjet bizneseve? Çfarë do lloj partie politike që tash në pushtet, nuk kanë me qenë adekuate, mjaftueshme për me distribu kapitalin në mënyrë pragmatike të këtë biznese që kanë nevojë dhe që janë strategjike për Kosovën. Kush do të jetë ai faktor që vendos se cila kompani duhet ketë prioritet, se duhet kesh listë prioritete, ti nuk mundesh gjithë. Kujt i japësh e kujt jo, pastaj krijohet ani tu e nis na që jemi në Ballkanin Kosovë. Është shumë kaos pastaj. Absolut, është. Se kjo i prek pastaj qytetarët, njerëzit pa neve. Kesh përdorimet, mund të kesh përdorur. Ti njerëzit pa me të drejtë për shkak se thonë paratë e mia po investojnë diku ku nxit. Absolut. Pra këtë arsye unë insistoj që duhet me i pas infrastrukturë, model, mund ndjek një model. E dyta edhe e treta duhet me pas dëshirë dhe vullnet politik që me pa këto në mënyrën ma agnostikët mundun, jo me vija politike, me ideologji politike, por profesionalisht. E qartë, por do t'jetë mundur. Do t'jetë mundur. Absolut, unë nuk e shoh si sfiduese implementimi. Absolut, por kthehen mrena ditëve. Manuel, s'kemi diskutu gjatë, po na shkoi koha shumë shpejt. Pyetja e fundit që po du me diskutu është prap te trusi, nëse me trust, po përfundojmë me trust. Ka të bëjmë me atë që ka pas lëhatje në tregjet financiare, dhe shpesh shqetësimet janë që të vjen ajo informata prej trusit që thot veç e shënti që ka ra minus 5% ose 2% ose 1% ose shifra. Qysh do të përmbyllet ky vet? Pozitiv, në territor pozitiv, me kthim të mirë, nuk mund prononcojmë për shkak se alo jemi tu i përpunu shifrat, edhe po dojmë me pas një strategji të komunikimit në këtë drejtim se mes dalim jashtë jashtë këtë konjunkturë zyrtare, edhe po du me respektu natyrisht edhe gjithë kolegët mi të bordit, por edhe institucionin vetë edhe vetë kontributëdhënësin e Kosovës, për shkak se shiko, pa marrë parasysh na i kemi pas 3-4 lohatje, na jemi prapë jemi tu fitu. Si me thonë. Për shkak se mos harro, natyra e fondeve pensionale, Muhamet, nuk është sikur ti jesh investitor privat. Do të thonë, ti nuk mundesh, tashti kjo është thirrje të gjithë kontributëdhënësit tanë. Jo me atë farë sensin e mendim nis, po me sensin ma tipik edhe ma original temin që unë kam qef ta përqej këtë mesazh. Mos ta trajtojnë fondin pensional dhe investimin në fond pensional si investim të sotëm për nesër. Është më tepër investim për pikrisht për kohën kur ti ki me pas më shumë ti para, që është pensionimi i jot. Domethënë na duhet me qenë durueshëm, për shkak se rënjet e përditshme nuk ta determinojnë ty varfënin në të ardhmen. Përkundërzi ti gjithmonë ke më kon plus. Gjithmonë.
historikisht fondet pensionale ka pas luhatje, për shembull fondi pensional i jemi ka pas luhatje 5 vjet, 6 vjet. Sidomos para kësaj farë krizë kreditore 2008-s, por sot ndjehem shumë më mirë për shkak se si kum prek parë dhe kum lënë aty, janë rrit. Domethënë duhet me e kuptu që ideja, koncepti i fondit pensional është për të ardhmen tënde. Luhatjet e sotme, e të nesme, të javës ardhshme nuk janë shumë të rëndësishme se nuk ta prek 65 vjet. Absolut, për shkak se ideja atë është shumë dinamika, shumë kalkulime, shumë aritmetika në pyetje, por në anën tjetër mos harrojmë jemi konsolidu shumë mirë, luhatjet i kemi përballu shumë mirë, kemi aloku në mënyrë dinamike, kemi tërheq para aty ku kemi pa që ka me pas rënje, kemi realoku para aty ku ka me pas kthim. Ari është një ndër për shembull, kemi investuar në Ari, kemi investuar në kompani të mbrojtjes, për shkak se është vala aty, jemi diversifikuar mirë, edhe si gjithnjë, natyrisht i gjithë një ekip për okupim, siguria paras natyrisht është i sigurt për shkak se jo vetëm që e them unë, po e kemi ndërtuar në një vijë edhe në histori institucionale, jo vetëm me fondin pensional, po edhe si entitet në përgjithësi. Domethënë, siguria është maksimale, kemi domethënë gjithë kolegët mi që janë në Trez, jemi njerëz që jemi të përgjegjshëm, edhe prioritet edhe interesi joni është kthimi dhe rritja e kthimit. Natyrisht për mua personalisht ka njerë ulna them, dëshim ta kishim pas disa ndryshime ligjore me na mundsu me marr pak risk marrje më të madhe, po jo abnormale, në mënyrë që kontributdhënësi të jetë i sigurt që shiko, ta njerëz janë të ditë çfarë të bëjnë. Edhe unë besoj se jemi në rrugë të mirë, jemi konsolidu, jemi diversifiku, edhe tashmë sa më shumë që të ketë katrahur, tash duhet me fol diçka që ndoshta jo shumë zyrtarë thonë, po globalisht aq më të mëdha mundësit janë për ne si fond pensional me penetru disa ujrat që nuk i kemi penetru më herë, për shkak se mos harrojmë tregu është u rrit. Muhamet, nasa për shembull nuk jemi të investuar në Kinë. Kina është u ardhur shumë lirë, është u kthy shumë. Kështu që unë jam pozitiv, edhe jam pozitiv jo vetëm për fondin pensional, por edhe për të ardhmen e çdo kontributdhënësit Kosovës, edhe jemi me fat edhe me të vërtetë edhe diçka tjetër për fund. Muhamet, pa të lob, që shumë njerëz kur i thush në London City, në City of London ose në Wall Street që mbje shpesh me investorë ndryshëm ka aspekti personal, po kur ju them nga vijë edhe që drejtoj një bord pensional të Kosovës, ata habitën thotë, Kosova pas ka fond pensional gati 4 miliardë. Wow! Domethënë është story e suksesit. Edhe kjo është falënderim për kontributësin tonë, për shkak se kanë qenë disiplinuar, kanë qenë të përkushtuar, besojnë, por në anën tjetër edhe vetë institucioni me të vërtet kemi ekip fantastik, njerëz mrekullueshëm. Për përfundojmë këto, sepse mendoj që është lajm i mirë edhe për kontribuesit pensional të Kosovës, zote Emanuel Bajra, faleminderit shumë për këtë diskutim, jashtëzakonisht interesant për me përmbyll vitin 2025 me tema që ka të bëjë me tregjet financiare, gjeopolitikën, edhe mbi të gjitha çana pret në 2026. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi, faleminderit Muhamet, ishte më vërtet kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. Ishte kjo tëra me Emanuel Bajra në Përballje Podcast, shihemi në seri tjetër të radhës.